të deklaratat të cilat marrin vëmendje shumë. Kthehemi pak te Bigo. A ka ndonjë rast konkret, ndonjë histori e cila është jap në Big, po që ti tashmë ndoshta je pak pishman se është dhënë dhe doja ta mboja vetëm për vite? Jo, asgjë nuk ka që jam pishman nga i edicioni Bigut. Që dola dhe fituese, më duket. Dole. Me, të dhëmë të drejtë me shumë të drejtë, me shumë e rritë. Se nuk e di. Duke e menduar se ka zëra lartë e poshtë që ka fitues të tjerë. Ka gjithmonë, ka zëra si për... Nuk asnjë peng, 0-0. Kam thjesht pasqyruar Eglën e vërtet. Vibe-in që kam ndjerë për qark në fuqi të 100. Po ki Bigu i si vjetë shumë, e di që i ke dhënë ca deklarata. Jenë, nuk i rasi po të duket në sfirin e Eglës. Me sa ka mundësi ta ndjek, sidomos nga rrjetet sociale, jam shprehur dhe publikisht, jam me të djaloshin e vockël, pa shkollë dhe kosovar, duaj që të fitoj ai. Pse mendon që është duke marrë gjesti ka shumë dashuri? Nuk e di apo më shumë dashuri, po vëmendje po, sepse ai vend atë qëllim pra t'jep vëmendje, dikujt më shumë, dikujt më pak, edhe ata që kanë më pak kanë sërish shumë vëmendje. Pse mendon që gjesti duhet jetë? Pse mendon që po merr këtë vëmendje? Unë mendoj që duhet të jetë. Unë mendoj që ai është. Arsyeja pse është dhe pse publiku e do, ose ai publik që e do, ndër to dhe unë, është sepse ky djalosh ka luajtur me fytyrën e vet, po luan me fytyrën e vet, dhe të kesh një fytyrë nuk ka nevojë për akademi, nuk ka nevojë për universitete, sepse ai vetë ka thënë që nuk kam shkollë, nuk i pëlqen shkolla me pak fjalë, por fytyrën nuk të jep shkolla. Ty hyre për sa orë, edhe i bërë 2-3 skena ashtu bombastike, dite ku të prekësh, atë pjesën e voskës edhe putjen, ishin planifikuar